Qendra Lumi është një organizatë që përtej emrit Lumi. Po, ka kuptim të drejt për drejt. Ka lidhje me mbrojtjen e natyrës në përgjithësi, po burimeve ujore në veçanti dhe qëzimin e komuniteteve, grave dhe të rinjve. Ky do të jetë fokusi kryesor dhe le të themi energjia më e madhe që do të shkojë nga unë dhe nga ekipi për të bërë komunitetet që janë të lidhur me mjedisin më të fuqizuar, më të informuar, më të ndërgjegjësuar që të jenë ata që reagojnë të parët. Të jenë ata që ngrenë zërin për problematikat që i synojnë jetesën e tyre. Por kjo bëhet patjetër duke i bërë ata pjesë të një procesi, duke i bërë pjesë të një fushate, pjesë të një aktiviteti specifik. Momentin që ti ke ato pjesë të angazhimit qytetar për mjedisin, ke më shumë gjasa që ata të jenë aktivistë, që ata të jenë qytetar të ndërgjegjshëm. E ky do të jetë fokusi. Do ta filloj me punën me gratë për t'i dhënë atyre dritën e nevojshme, vëmendjen e nevojshme,